Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë një deklarat që në fakt ka bërë bujen e madhe. Romeo Veshaj, një personazh shumë interesant, një djalë i cili gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e publikut shqiptar me deklaratat të cilat i ka dhënë, me qasjen që ka patur tek publiku dhe me natyrën e tij. Në emisionin e fundit, një emision që ka marrë një sukses të jashtëzakonshëm, i titulluar Më lër ta mbaroj, dikur një emision tjetër nga Romeo dhe Donaldi, nëse mbani mend, Më lër të flas, ka ngritur një kurreshtje të jashtëzakonshme te publiku se çfarë po ndodh me jetën e Romeos. Në këtë emision ka patur deklarata të forta, në këtë emision ka patur deklarata të nxehta, marrëdhënia e tij me jetën, kur do të martohet Romeo, çfarë po ndodh me të, a është në një lidhje dashurie, sepse në fakt edhe Heidi pas përfundimit të Big Brotherit, pas përfundimit të marrëdhënies me Romeon, nuk ka asnjë lloj deklarate për një lidhje dashurie, edhe pse ka një lloj imitimi në emisionet e tyre që do ta flas në vazhdim. Tani Romeo ka deklaruar që dëshiron të bëhet shumë shpejt xhaxha, por edhe Donaldi dëshiron të bëhet xhaxha, që do të thënë djemt janë në hapa shumë të rëndësishëm për të marrë një vendim për të krijuar familjet e tyre. Tani nga ana e Donaldit e kuptuam që pikërisht këtë vit do të jetë dasma me Bora Zemanin, do të thënë Donaldi dhe Bora do të bëjnë një dasëm e cila ka qenë jashtëzakonisht shumë e përfolur, por janë ato përzgjedhjet e tyre se sa mysafirë do të ftojnë, se kush do të jetë i ftuar, çfarë do të ndodhë në atë dasëm, si do të jetë fustani etj. Ndërsa që nga momenti i ndarjes me Heidin, Romeo nuk është përfolur që mund të ketë krijuar një lidhje dashurie, por do me thënë gjërat kanë qenë krejtësisht të heshtura dhe normal publiku ka qenë në pikpyetje se çfarë konkretisht po ndodh me jetën e Romeo Veshaj. Tani, Romeo dëshiron që të bëhet prind, por kush është kjo fatlume? A ka Romeo një të dashur, apo akoma është duke përndjekur Heidin? Do të thoni pse duke përndjekur? Nga studioja e cila është krijuar në X Media, do me thënë media online e hapur nga Romeo dhe Donaldi, është një studio që asocon në një ngjashmëri të jashtëzakonshme me studion të Heidi Bacit. Do me thënë Romeo dhe Heidi kanë pothuajse të njëjtën studio, kanë të njëjtin format, kanë të njëjtin stil të emisionit dhe kjo gjë ka ngritur kurreshtjen se çfarë po ndodh në marrëdhënien e tyre. Dhe mos vallë Romeo në këtë rast është më i dashuruar dhe dëshiron që të ndjekën hapat e Heidit. Tani, që kishte imitim, do me thënë gjelbërimi në studio, gjelbërimi nga mbrapa, do me thënë ashtu është edhe studia Top Albania Radio, që Romeo dhe Heidi janë pothuajse të ngjajshëm, por mua nuk më duk që Romeo në këtë rast, do me thënë kishte diçka me Heidin, sepse nuk foli fare për historikun me Heidin dhe nuk ka treguar asnjë gjë përpos deklaratës që ai dha kur ishte i ftuar në emision. Por duke e quajtur si një ndarje me shumë dashuri dhe me shumë pasion, ndoshta mund të ndodh, apo me shumë mirëkuptim le ta themi, ndoshta mund të ndodh që çifti edhe mund të ribashkohet përsëri dhe prandaj dhe kanë krijuar këtë dinamikën të dukjeve të njëjta. Dua të marr mendimin tuaj, si e keni shikuar ju emisionin dhe kush mendoni se është fatlumja që i qëndron në krah Romeos.